Ne shohim që këtu kemi një luftë që ka të bëjë me supremacin, ka të bëjë me dominimin e tregjeve, dominimin e territorëve, dominimin politik. Kemi të bëjmë me një luftë e cila është alogjike për sa i përket logjikës fetare, për sa i përket logjikës ligjore të ligjit ndërkombëtar, alogjike përderisa sulmohet një vend i cili, pavarësisht se ne si shqiptar na përputhen interesat tona me këtë vend apo jo, ne duhet të jemi tek ai qëndrim parimor që na thot se goditja e vendeve pa një konsensus ndërkombëtar, goditja e një vendi të caktuar, pa shpallur objektiva të qarta dhe të pranueshme ndërkombëtarisht, është e refuzuar. Me fjalë të tjera shkurt, jeni pro Iranit në këtë luftë apo Izraelit dhe Shëbaz? Ju si imam? Unë si imam nuk kam asnjë lloj në aspektin fetar, asnjë pëlqimi për regjimin e Iranit. Asnjë lloj pëlqimi për regjimin e Iranit dhe asnjë lloj simpatie për politikat e tij të mëparshme apo të sotme në rajon apo më gjerë. Por, e vërteta duhet thënë, ne si shqiptar kemi interesa dhe trendi është që të jemi gjithmonë me palën që na ndihmoj, me palën amerikane, që është garantuesi i pavarësisë së Kosovës, së bashku me Turqinë, të mos harrojmë së bashku me Turqinë, së bashku me Izraelin, por ama ajo që na kërkohet ne parimisht, si robër të parimeve që jemi dhe si idealist, jo në tentativë, por idealist të mirëfillt, themi që nëse u dashka të zhvillohet një luftë, ajo duhet të zhvillohet konform ligjeve që vetë shtetet i kanë paracaktuar ato.